kujtesën tem. Ato fjalë tregojnë se deri ku kishte shkuar shmendunia të merri e poshtnimi djemve shqiptar më 1945. Babgjyshi jam ishte njëri prej atyne që u marrën e u dërguan në Tivar drejt marshit të vdekjes. Por shpëtoi mrekullisht bashkë me 3 vllaznitë e tij. Ernoj për me tregue, siç thot Adzef Plumbi, i cili vetë kishte pa në Shkodër viktimat e Tivarit, duke marshu drejt vdekjes, e në një moment kishin kërku ujë me pi, mua të rreth kishës, e ky s'kish mujt me ju dhanë. Për këtë tragjedi u hesht me dekada. Në Jugosllavinë e Titos nuk guxoi askush me fol. E ata që pa në Shkodër nuk guxuan nga regjimi Enver Hoxhës, i cili kishte kish në këtë tragjedi. E shumë prej atyne që përjetuan nuk folën kurrë, sepse plaga ishte shumë e thellë për të rihap. Por e vërteta nuk vdes, për ata që nuk u kthyen kurrë në shtëpi, për ata që ende s'kan varë. Naredbu da pokupimo sve albanske momke. I mi ćemo ih voditi do Tivat. Usput ćemo ubiti što je do tamo i tamo. E që ishte hartuar nga një akademik, siç ishte Vaso Çibrillović. Ky projekt ishte projekti i dytë i tij, nga se projektin e parë kishte të bënte me shprehnguljen në masë të madhe të popullsisë shqiptare nga Kosova. Mos realizimi i tij për shkak të fillimit të luftës së dytë botërore dhe shumë faktorëve të tjerë, Vaso Çibrillović në nëntor të vitit 1944, para oznës jugoslave, para udhëheqjes komuniste në Jugosllavi, ofron këtë projekt të ridizajnuar për dëbimin në masë të madhe të popullsive jugoslave nga Jugoslavia. Kishte raste kur ishin edhe në proceset të martesave, e që u detyruan të mobilizoheshin për nevojat e armatës jugoslave. Të gjithë ata që u kundërshtuan u ekzekutuan dhe ndaj tyre u kryen krime të përmasave të gjenocidit. Përhaj djali ja. Përhajnë. Hajde buni dojre! Dasma janisi, krysh që t'erdhen e pronën nusën, me tupana e surli, qashtu qyshe dën tradita. Mirë po se dinin që qetnik dhe partizant ishin ofër, e ishin bo gati dasmën me prish, e me ja marrë djend nanave.